Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi 30, Sure El Fil, zbritur në Mekë, ajete 5, përmbajtja e sures El Fil. Kjo sure sikurse kuptohet edhe nga emri i saj flet për ngjarjen historike që ka ndodhur në lindjen e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Në këtë histori tregohet se si Allahu e ruajti dhe e mbrojti shtëpinë e tij, Qaben, nga sherri i ushtrisë së madhe të qafirëve që kishin ardhur nga toka e Yemenit të hipur në elefant për të prishur Qaben. Kjo sure rikujton një ngjarje të çuditshme, shumë Meka se kishin të ruajtur në kujtesën e tyre sepse kishte pak kohë që kishte ngjarë. Kjo histori u tregon dhe u rikujton jo besimtarve mendjemdhenj se nuk kanë asnjë fuqi ndaj fuqisë së Allahut. Allahu i madhëruar e sulmon ushtrinë e tyre të elefantëve me zogj të vegjël, duke i goditur me gur balte. E kështu i godet mendjemdhenjt dhe arrogantët kokfort, duke u treguar vendin e tyre. Fuqia e tyre nuk ishte as më e madhe se sa fuqia e reve dhe ushtria e tyre nuk e arrinte kurrë atë kapacitet, prandaj pse nuk bindeni dhe pse nuk e ulni hundën kur ju vetë keni para të ndodhi me sytë tuaj. Mirësitë e leximit të sures El Fil. Për mirësitë e leximit të kësaj sureje, Imam Sadiku paqja e Zotit qoftë mbi të ka thënë, kushdo që e lexon këtë sure, pra suren Fil, në namazet e detyruara, vajxhib, në ditën e Kiametit do të dëshmojnë për të gjithçka që është në tokë, se ky njeri është prej namazfalësve. Gjithashtu do të thrasin për të se ai është prej njerëzve që thot të vërtetën dhe do të futet në xhennet, pa dhënë llogari. Xhenneti do thotë se e dua këtë njeri dhe veprat e tij. Është e qartë se mirësia e leximit të sures fitohet nëse veprohet ashtu siç urdhëron të Allahu. Ajetet nga 1 deri te ajeti 5. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Vallë, a nuk ke dëgjuar ti se si bëri Zoti yt me njerëzit e elefantit? A nuk u aprishi atyre kurtin duke dërguar kundër atyre tufa zogjsh, të cilët i gjuajtën me gur prej baltës së pjekur dhe kështu i bëri si byk i ngrënë. Shkaku i zbritjes. Në një hadith të Imam Ali ibn Husejnit, paqja e Zotit qoftë mbi të, lexojmë, Ebu Talibi e mbronte vazhdimisht me shpatë profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Një herë i thot, djali vllajt tim, a je dërguar ti për gjithë njerëzit apo vetëm për popullin tënd? Profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, u përgjigj, jam përzgjedhur për gjithë njerëzimin, të bardhë të zinj, arab dhe jo arab, betohem për atë që shpirti im është në dorën e tij, unë i ftoj të gjithë njerëzit, të bardhë të zinj, të i bashkangjiten kësaj feje, ftoj në këtë fe të gjithë ata që qëndrojnë mbi male dhe dete, unë ftoj të gjithë ata që flasin gjuhën perse dhe romake drejt udhëzimit. Kur kjo fjalë arriti në veshin e kurejshëve, ata u trishtuan dhe thanë, nuk po e dëgjon se ç'thot djali i vllajt tënd, nëse populli pers dhe romak i dëgjon këto fjalë, ne do të na nxjerrin nga kjo tokë dhe gurët e Qabes do t'i coptojnë pjesë-pjesë. Ktu Allahu i madhëruar zbriti ajetin 57 të sures El Qasas. Ata thonë, nëse ndjekim udhëzimin së bashku me ty, së shpejti do të jemi të dëbuar nga vendlindja. Vallë, a nuk ua kemi mundësuar që të jetojnë në një vend të shenjtë e të sigurt, ku sillen fruta të lloj-llojshme si ushqim prej nesh, por shumica e tyre nuk e din. Për shkak të kësaj fjale që ata thanë që shtëpinë e Zotit do ta bëjnë copash, Allahu zbriti surën Fil, duke u kujtuar atyre se askush nuk mund të ketë forcë për ta bërë këtë gjë, tregimi i ashabëve të elefantëve. Komentuesit dhe historianët këtë ngjarje e tregojnë në mënyra të ndryshme, midis tyre ka diskutime, për sa i përket vitit të ndodhisë, ngjarje shumë e njohur. Ne, këtë ngjarje do ta tregojmë sipas transmetimit të njohur që është cituar nga Sira Ibn Hishami në Bulughul Arb, Biharul Anwar dhe Majma'ul Bayan, kemi bërë një përmbledhje. Mbreti i dhunevës të krishterët e Nexhranit, të cilët jetonin pranë asaj toke, i kishte dhunuar dhe i kishte dënuar që të hiqnin dorë nga feja e krishterë. Kurani këtë ngjarje e trajton në surën Buruj, duke i konsideruar këta njerëz si Ashabul Ukhdud. Ne në komentim kemi sjell po këtë sure të njohur. Pas kësaj ngjarjeje të dhunshme dhe të përgjakshme, një burr me emrin Dus vendosi të shkojë tek udhëheqësi i Romës, i cili ishte i krishter. Ati i tregoi gjithçka që kishte ngjarë. Duke qenë se largësia nga Roma dhe Jemeni ishte e madhe, udhëheqësi i Romës i shkruan një letër Nexhashit, mbretit të Etiopisë, që të merrte hak për të krishterët e Nexhranit. Letrën e dërgoi me po atë person që erdhi e kërkoi ndihmë.
mbreti Nejash nisi një ushtri të madhe drejt Yemenit me në krye Arpatin dhe Abrehan, komandant të kësaj ushtrie. Dhunevasi humbi dhe Erpati u bë udhëheqës i Yemenit. Pas një periudhe Ebrehi u ngrit kundër tij dhe pasi e vrau atë, i zuri vendin, i mori pushtetin. Lajmi kësaj ngjarje e arriti te Nejashiu, ai vendosi që ta shtyp Abrahan. Abraha, për të shpëtuar veten, ruajti kokën dhe flokët i leu me baltën e Yemenit dhe u nis drejt mbretit Nejashi për t'i treguar se është dorëzuar dhe është besnik i tij. Nejashiu, kur e pa kështu, e fali. Abraha, për të treguar se është në shërbim të tij, ndërtoi një kishë shumë të bukur, e cila nuk ishte parë në asnjë vend në tokë deri në atë periudhë. Ata vendosën që njerëzit e gadishullit arabik t'i ftojnë drejt asaj kishe në vend të Qabes. Ata në këtë mënyrë vendosën që Qaben, që është qendra e të gjithë myslimanëve, ta dërgonin në Yemen dhe Yemeni të bëhet qendër e rëndësishme. Për këtë qëllim u nisën shumë propagandistë drejt Mekës dhe Hijazit. Arabët, që ishin shumë të dashuruar me Mekën dhe Qaben, e ruanin dhe nderonin atë sepse e kishin trashëgimi të profetit Ibrahim, ndjen se ishin në rrezik. Sipas disa transmetimeve, një grup fshehurës i vuri zjarrin kishës. Sipas një tjetër transmetimi, kishën e kanë ndyrë, kështu që e gjithë ajo ftesë dhe madhështi që u bë për kishën mbeti një vepër e pasigurt dhe punën e Abrahas e bëri të pasigurt. Abrahaja u zemrua keq dhe vendosi ta shkatërrojë Qaben për të marrë hak. Si dhe arabët, i njoftoi se vendi i cili ata duhet adhurohet nuk është më Qabja. Kështu Abraha, me një ushtri të madhe e cila kishte edhe elefant, u nis drejt Mekës. Kur u afruan pranë Mekës, vendosën të nisin disa ushtar për të marrë plaçkën që kishte Meka dhe devet e saj. Abdul Mutalibit i marrin 200 deve. Abrahaja dërgoi një njeri në brendësi të Mekës që të gjejë të parin e Mekës dhe t'i thotë se Abraha, mbreti i Yemenit, nuk ka ardhur për luftë, por ka ardhur vetëm të shkatërrojë Qaben. Nëse nuk sulmoni, ai nuk ka përse të derdh gjakun tuaj. I urdhëruari i Abrahas u fut në Mekë, nisi të kërkoi kryetarin e Mekës, të gjithë i treguan Abdul Mutalibin. Si u afrua pranë, i tregoi shkakun e ardhjes. Abdul Mutalibi tha: "Ne nuk jemi në nivelin tuaj për të luftuar, ndërsa Qaben e ruan vetë Zoti." Lajmësi i Abrahas i tha Abdul Mutalibit që të shkonte të fliste me Abrahan. Kur Abrahaja e pa Abdul Mutalibin, u emocionua shumë, sepse Abdul Mutalibi, që është shumë tërheqës dhe i nderuar, kur ai u afrua pranë, Abraha u ngrit në këmbë dhe u ul në tokë për respekt. E uli pranë vetes Abdul Mutalibin dhe i tha përkthyesit që ta pyeste Abdul Mutalibin se çfarë kërkese ka. Përkthyesi tha se dëshira dhe kërkesa e tij është që t'i kthehen devet e marra peng, sepse janë marrë 200 deve. Abrahaja u habit shumë nga kjo kërkesë dhe i tha përkthyesit t'i përkthente fjalët e tij. Kur të pashtu në fillim, thash me vete se ti je një njeri autoritar me pushtet të madh, por tani që dëgjova këto fjalë, po më duke shumë i vogël dhe pa pushtet. Ti po kërkon 200 deve dhe për Mekën nuk thua asgjë? Unë jam pronar i deveve, edhe kjo shtëpi ka një pronar që e mbron atë, ju përgjigj Abdul Mutalibi. Këto fjalë bën që Abrahaja të lëviz. Abdul Mutalibi u afruan pranë Mekës dhe u tha njerëzve që të fshihen, vetë edhe një grup njerëzish të tjerë u afruan pranë Qabes që të luteshin. Pasi u lutën, u larguan nga Qabja për të mbrojtur diku. Ebu Talibi urdhëroi njërin prej djemve që të qëndronte në malin Abu Kabis për të parë se çfarë do të ndodhte. Djali i tij shumë shpejt u kthye pranë tij dhe tha: "Baba, nga deti i kuq shikohet një re e zezë që po vjen drejt tokës son." Ebu Talibi u gëzua dhe thiri: "O Kurejsh, kthehuni në shtëpi tuaja sepse shpresa hyjnore po vjen drejt nesh." Por edhe ushtria Abrahas së bashku me elefantët që mbante emrin Mahmud po i afroheshin Qabes për ta rënuar atë. Sado që Abrahaja nxiste elefantin e tij të ecte më shpejt, ai nuk lëvizte shpejt. Abrahaja u habit shumë nga sjellja e elefantit. Në këtë çast, nga deti u afruan shpend, ata ishin të ngjashëm me dallëndyshet, secili prej tyre mbante 3 gur, një në sqep dhe 2 të tjerët tek thetrat. Gurët ishin sa një qiqër dhe të gjithë gurët u zbrazën mbi ushtrinë e Abrahas, po të godiste guri të shponte tej dhe të linte të vdekur. Kur ushtria e Abrahas e pak të gjë nisi të ikte nga aty për të shpëtuar gurëve, por nuk pati shpëtim. Vet Abrahaja u plagos dhe u kthye në vendin e tij, por nuk shpëtoi sepse kishte marrë plagë të rënda. Disa thanë se numri i elefantëve që Abrahaja kishte sjellë ishte 18, disa vetëm 12, të tjerë thanë se ishte vetëm elefanti Mahmud, po në këtë vit, sipas mendimit më të njohur, lindi edhe profeti ynë Muhamedi, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Kjo ngjarje ishte aq shumë e rëndësishme sa që e quajtën Amul Fil, viti i elefantit, dhe e përcaktuan si fillimin e historisë arabe.
Komentimi. Intriga e Abrahas. Në ajetin e parë të kësaj sureje thuhet: "Vall, a nuk e dëgjuar ti se si bëri Zoti yt me njerëzit e elefantit? Ata erdhën që nga Jemeni me ushtri të fuqishme për të shkatruar shtëpinë e Allahut, shtëpinë e Zotit, por Allahu me një ushtri që në pamje të jashtme dukej e vogël dhe e papërfillshme, i rrëzoi ata për tokë, bëri që ata elefant të mëdhenj të rrëzohen në tokë nga dallëndyshet e vogla, e gjitha kjo ishte për t'i treguar fuqinë hyjnore njeriut mendjemadh." Fjalia "Elem tara, a nuk e pe" është cituar si kur i drejtohet profetit Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, sikur profeti Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, e kishte para të ngjarje, edhe pse në atë kohë ai nuk kishte lindur akoma. Kjo ngjarje ndodhi kur lindi profeti Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Kjo ngjarje ishte bërë aq e njohur dhe e përsëritur nga të gjithë, saqë dukej sikur profeti i nderuar dhe disa bashkohas të tij e kishin parë me sytë e tyre atë. Tokfjalshi Ashabul Fil, njerëzit elefantit, tregon elefantët që u përdorën në këtë luftë, ata u sollën që nga Jemeni për të rrëzuar shtëpinë e Zotit. Më tej shton, a nuk u aprishi atyre kurthin. Abrahaja kishte për qëllim të rrëzonte Qaben me shpresën se një nga kishat e Jemenit të bëhej qendra e të gjitha fisëve arabe, por ata jo vetëm që nuk e arritën qëllimin e tyre, por kjo ngjarje bëri që gjithë gadishulli arabik të marrë vesh se çfarë kishte ngjarë me Abraham dhe shtëpinë e Zotit. Gjithashtu kjo ngjarje bëri që njerëzit të kenë më shumë besim dhe siguri. Fjala tadlil, i humbur dhe devijim, në këtë rast është përdorur për të treguar se ata nuk e arritën kur qëllimin e tyre. Më tej shpjegon më hollësisht këtë ngjarje duke thënë se Allahu dërgoi tek ata shpend që vinin grupe mbi kokat e tyre duke dërguar kundër atyre tufazojsh. Fjala e Babil, në kundërshtim me atë që është njohur si emri një shpendi, nuk ishte emri i shpendit, por ky emër ka një kuptim më të gjerë. Disa janë të mendimit se ka kuptimin e një grupi të ndarë, sepse shpendët erdhën grupe nga çdo anë drejt ushtrisë së elefantit. Kjo fjalë ka kuptimin e shumësit, që disa e thonë në njëjës, e Babiletu, që ka kuptimin një grup nga shpendët ose kuajt ose dhe vetë. Disa të tjerë thonë se shumës që nuk ka njëjës. Sidoqoftë, në këtë rast fjala Tajr është në shumës dhe të dyja këto fjalë, Tajr dhe e Babil, kanë kuptimin shpend që vinë grupe dhe nuk është emri i shpendëve. Ndërsa përsa i përket faktit se çfarë lloji ishin shpendët, ashtu sikurse e thamë edhe në komentimin e tregimit të kësaj ngjarjeje, mendimi më i njohur është se ato ishin dallëndyshe që erdhën nga deti kuq dhe sulmuan njerëzit e elefantëve. Në ajetin tjetër thuhet se këta shpend qëlluan ushtrinë e elefantit me gur prej balte, të cilët i gjuajtën me gur prej baltës së pjekur. Ashtu sikur e thamë edhe më lart, në historinë e njerëzve të elefantit, shpendët mbanin 3 gur, një në sqep dhe 2 të tjerët te këmbët e tyre. Gurët që mbanin ishin në madhësinë e një qiqre ose më të vegjël, por këta gur, nëse të zinin, të bënin cop. Ashtu sikurse thuhet edhe në ajetin e mëposhtëm, dhe kështu i bëri si byk i ngrënë. Fjala asefun ka kuptimin gjethe që bien mbi bahçe dhe më pas thahen e bëhen grimca të shtypura pra byku. Disa komentues janë të mendimit se ato ishin lëvozhga të grurit, të cilat mbeten në kallirin e tij. Në këtë rast është më e përshtatshme të thuhet se ka kuptimin e parë, gjethe të grimcuara dhe të shtypura. Fjala ma'kul ka kuptimin këto gjethe ishin thërmuar dhe ishin brejtur nga dhëmbët e kafshëve. Kjo tregon se gurët që lëshonin shpendët kishin një përbërës të fortë që i shkërmoqte ashtu njerëzit. Ky interpretim, përveç se tregon arsyeën e shkatrimit të tyre, tregon edhe se sa pa vlerë dhe i dobët ishte grupi i shkatrues. Hulumtime. 1. Mrekullia e jashtëzakonshme. Kjo është pika të Zotin e vet, është për t'u habitur se si Kurani i Shenjtë këtë tregim të gjatë e ka përmbledhur në disa fjalë të shkurtra. Në të vërtetë janë vendosur pikat mbi i, që do të thotë se mendjemdhënjt e shikuan pa fuqinë e tyre dhe fuqinë e Zotit. Kjo ngjarje tregon se mrekullitë dhe punët e jashtëzakonshme në kundërshtim me mendimin e disave, nuk është e thënë që detyrimisht mrekullia të bëhet vetëm me dorën e profetit dhe të imamit. Por kurdo që Zoti të dëshiroj dhe ta shikoj të nevojshme, kryen mrekulli. Qëllimi është që njerëzit të njohin të vërtetën. Këto mrekulli të çuditshme kanë një ndryshim me mrekullitë e popujve të pabindur. Populli të Nuhut, paqja e Zotit qoftë mbi të, Zoti lëshoi tufan, tërmet. Populli të Lutit, paqja e Zotit qoftë mbi të, Zoti lëshoi shi me gur. Populli i Themudit pati një sër ngjarjesh natyrore, të cilat ishin mrekulli për nga kushtet që ndodhen. Populli i Adit u përmbys dhe u zhdukën nga era e fortë, ndërsa ngjarja e ushtrisë së Abrahas nuk është prej ngjarjeve natyrore, sepse ushtria e tij u mund nga gurët e vegjël që shpendët mbanin në sqepin dhe të këmbët e tyre.
Ngritja e këtyre shpendëve të vegjël dhe ardhja e tyre drejt ushtrisë së Abrahas dhe e gjithë ajo çka shpendët bën është një punë e jashtëzakonshme, por ne e dimë se e gjitha kjo nuk krahasohet me fuqinë e Allahut. Allahu në brendësi të këtyre guralecëve kishte vendosur fuqinë atomike dhe në momentin që ato hidheshin, krijonin një shpërthim të fuqishëm. Të gjitha këto mrekulli janë të lehta për fuqinë e Allahut. Nuk është e nevojshme ta komentojmë ajetin sikurse bëjnë disa komentues që për t'i dhënë vëmendje kësaj çështjeje, të themi që guralecët mbartnin mikrobe të cilat shkaktonin sëmundje të rënda që të çonin drejt vdekjes. Nëse është transmetuar në disa transmetime se në trupat e viktimave kishte fluska gjaku dhe qelbi, nuk është e thënë se ata kishin sëmundje në lis. Po ashtu nuk është e nevojshme të themi se guralecët ishin jashtëzakonisht të rënd e kubinin hapnin vrim. Të gjitha këto justifikime e kanë bërë për ta treguar ngjarjen në mënyrë sa më natyrore. Ne nuk e shikojmë të nevojshme t'i themi këto. I vetmi informacion që ne kemi për ata gur është se veçoria e çuditshme tyre ishte dekompozimi, më tepër se kaq, për ta nuk ka informacion, sidoqoftë përballë fuqisë së Allahut, asnjë punë nuk është problem. 2. Mrekullitë më të vështira me më pak mjete është për të vënë në qendër të vëmendjes fuqia e Allahut, e cila është përshkruar në mënyrën më të përsosur përballë arrogantëve dhe dhunuesve. Ndoshta nuk ka pasur ndëshkim më të vështirë se sa ai ushtrisa e Abrahas, e cila u shkatrua copa-copa. Për shkatrimin e asaj ushtrie u përdorën guralecë dhe shpend të vegjël si dallëndyshe, dhe gjitha kjo është paralajmërim për arrogantët në të gjithë botën për të parë se sa të fuqishëm janë përballë fuqisë së Allahut. Allahu mund të kishte lëshuar mikrobe të kolerës dhe të murtajës, të cilat nuk shikohen me sy dhe për një kohë të shkurtër popujt të fuqishëm i shkatronte. Diga e madhe e Mereb në Yemen, sikurse është thënë në tefsirin e surës Sebe, u bë mjet i gjetjes së një qytetërimi të madh dhe të fuqishëm. Por urdhri për zhdukjen e saj, pra të digës, sikurse është transmetuar në disa hadithe, u la në dorë të disa minjve të shkretëtirës. Minjt arritën ta prishin digën e madhe, duke bërë vrima në të. Vrimat u bën aq të mëdha sa që diga u shkatrua plotësisht. Uji që mbante diga përmbyti gjithçka, shtëpitë, kështjellat dhe gjithë popullsinë e tyre e zhduku. Kjo është fuqia e Zotit. 3. Qëllimi i ngjarjes së elefantit. Në surën Kurejsh shpjegohet shumë mirë që njëri prej qëllimeve të surës El Fil është rikujtesa ndaj mirësive të mëdha të Allahut që u ka dhënë Kurejshve. Gjithashtu tregon mirësinë e Allahut se nëse nuk do të ishte mirësia e Allahut, nuk do të kishte mbetur asnjë gur nga Meka e Qabja, po ashtu as nga Kurejshët. Ndoshta atyre do t'u zër syt mendjemadhësia dhe arroganca dhe nuk do ta pranojnë ftesën e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Nga ana tjetër, kjo ngjarje ndodhi kur profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, erdhi në këtë botë. Kjo ngjarje është kërcënim për të gjithë arrogantët në të gjithë botën, që ta dinë se asnjëherë nuk mund të qëndrojnë përballë fuqisë së Allahut. Do t'ishte më mirë për ta që të dorëzohen përballë krijuesit. Nga ana tjetër, rëndësia e kësaj shtëpie të madhe tregon se kur armiku i Qabes nis punën për ta shkatruar atë apo për t'i ndruar vendin, Allahu jep atyre një mësim të tillë që të mos e harojnë asnjëherë ligjin e shenjtë. Në këndvështrimin tjetër, Allahu i Madhëruar e kishte pranuar lutjen e profetit Ibrahim, paqja e Zotit qoftë mbi të, që kjo tokë e shenjtë gjithmonë do të qëndrojë e sigurt. Në këtë ngjarje është treguar se Qabja do të jetë gjithmonë e sigurt, ajo çka është për tu cituar. Në këtë rast, është kjo ngjarje e cila për të gjithë arabët nisi një histori të re për ta. 4. Ndodhi historike. Sikur se tham, Kurani i Shenjtë me interpretimin e bukur që bën i drejtohet profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, duke i thënë: "A nuk e pe?" Një interpretim i tillë tregon se edhe pse profeti nuk ishte në atë kohë, ngjarja është aq e freskët sa që nuk është haruar dhe është e vërtetë, duke i lënë mënjan këto kur profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, i lexoi këto ajete për jo besimtarët e Mekës, asnjëri prej tyre nuk e mohoi këtë ngjarje. Nëse ndonjë nga fjalët do të ishte e dyshimt, ata së paku do të bënin ndonjë kritik. Nëse do të kritikonin, kritika e tyre do të regjistrohej në histori, ashtu sikur se janë regjistruar kritikat e tjera të tyre. Kurani i Shenjtë ka nisur fjalin: "A nuk ke dëgjuar ti?" E gjithë kjo mrekulli e shtëpisë së shenjtë është regjistruar në histori. O Allah, na jep mundësinë ta ruajmë ligjin e madh hyjnor. O Allah, priti duart e atyre që hiqen se duan ta ruajnë ligjin hyjnor, por në të vërtetë ata duan ta fshin të vërtetën. O Allah, na bëj prej vizituesve të sinqertë të shtëpisë së shenjtë. Amin ya rabbal alamin.